Paka shumë mund të zbulojmë ndonjë detaj? Se çfarë lloj poezish, janë të shkruara më parë, apo enkas për këto përmbledhje që do na vi? Jo, ka edhe poezi të cilat janë të shkruara më parë, por që i kanë përpunuar, nuk kuptohet, dhe ka edhe poezi të reja. Unë shkruaj për gati se gjithçka. Përditshmëria ime është frymëzimi im, një histori e jotja, një ndjesi, një breng, një gëzim i yti, ose i kujt do. Thjesht një vajtje ardhje në punë, prej diçka e frymëzohem, prej një vargu të dikujt, prej një vargu të një kënge. Nga ajo personalja, nga dhembja, nga gëzimi, nuk është se është gjithçka personale, edhe imagjinata. Nën kuptoj që merr shumë vend në vargjet e mia. Dhe nuk parapëlqej vetëm të radhis fjalë, të duken bukur ose të jenë lirike, dua të ketë filozofi brenda.